Tani ne jemi lajmëruar nga ora 4 ca që dhe puna jon ka rënë një zjarr. Nuk e dim se nga kush ishte shkaku, thjesht ne duam të marrim të drejtën tonë të dëm shpërblehemi. Këtë kërkojmë gjithë. Nuk jam vetëm unë. Demi varion shumë. Juve për shembull? Mund të jetë 1 milion lekë vjetra. Po ka dhe më të tjerë më shumë, që janë prekur pa mas. Sa vite keni që punoni të Po treg? kemi ja 3 vjet që punojmë këtu, që sa u mbyll tregu, po kemi më përpara punë. Ishte kushte për të marrë zjarr në këtë treg, çfarë mund të Kushtet kanë qenë, mos më thënë, nuk kanë qenë kushtet atje ku duheshin, po ne pranum të hynim nga e keqa, sepse ishtin si mos më keq në për rrugë. Dhe u detyrun të punonin ato kushte. Kur erdha këtu me tim shoq, shikoj të grumullur gjithë tregtarët. Hedh syt lart, shtenge me njerë. Sot i ndodhi te shoqet e mia, nesër do ndodhi atje. Zeres edhe unë jam djegur. Prandaj të vinë ta vlerësojnë se këtu ka shoqet e mia që kanë shumë mall. Ju jeni të siguruar me mallin? Po, të sigurur mallin këtu, jo. Ku? Unë i veç qarqaf lartë se hynë qeni brenda, rri qeni. Te dere para atje polli një buqe, se po flas. Një buqe, i hoqi klyshat zonja. Nuk është treg gabimi jon që u futëm që në fillim, u futëm sepse ishim në për rrugë, në për baltra. Na mbrojsh një qik koka na shiu, nga jo u futëm, po këtu nuk ishte për të futur brenda. Kaq, nëna. Sa lek paguani për të shitur në këtë treg? Pagojmë 35.000 lekë. Po në antë keqes, një qik më mirë ishim, se ishim fare në shi. Po edhe këshu, kushtet nuk i kemi. Ra zjarri, kujt ja vem tanine? T'ja vem korentit atje. Kujt ja vem? Het cigarin tjetri atje. Digje qarqafi. Këto kushte janë. Nuk ka më keq kur të shkojme. Mbil 10 milion shikoni vetë, se qa malli kam pas, qa shu, në kalon me gishloj. Dum lekë se zbën, dum dërë shpërblim se zbën. Qa produkte kishit? Frutat thata, me ara, me fasule, me qaja, me rigonë, me gjithë frutat e thata e ke pas, bajame, fistiqe, gjitha gjë më të shtretën, atë e ke pas. Dhvita frikëve, ta shikoje, e la fose. U tronditët shumë? Po ngritu nga gjumi që atojte, o burët e dushte malli. Nuk arritët të shpëtoni dot asgjë? Që do shpëtosh zjarrit? Vetëm aty nuk shpëton një. Malli shifet, merret ato që janë aty të verifikohen. O, po të paguhet. Edhe paguhet. Paguhet malli. As gënjem, as i gjaku i keni gjërat. Rreth orës 3:30 të mëngjesit të ditës së sotme jam njoftuar nga shefi i shërbimit Zjarr Fix për një zjarr në këtë markat, ku pati një ndërhyrje të menjëhershme dhe mbas fikjes së zjarrit, nga ajo që kemi konstatuar, janë rreth 10 tregtar të cilët janë dëmtuar nga ky zjarr. Nga ana e bashkisë po ngrihen grupet e vlerësimit të mallit dhe derisa të bëhet gati përsëri për të vënë në funksion ky objekt, ne do të gjejmë një mundësi për sistemimin e tregtarëve përreth kësaj zone në mënyrë që dhe ata të kenë mundësi të vazhdojnë të ushtrojnë aktivitetin e tyre. Lekë kam pak në gjepë të një. Teore e s'marin në si të zotit e tjetë.
Kush hajde, do vishkim në një kafe. Hajde një laki. Që dhe ju të knaqeni se nuk duhet që kemi probleme, që të keni probleme dhe ju për shtrimin e klasë. Vetëm ne i sillni çik sa më shpejt.